Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka kërkuar të pyetet si person që ka dijeni për rrethana dhe fakte lidhur me protestën e 21 janarit, ngjarje ku mbetën të vrarë 4 protestues. Meta ka thirrur këtë të martë mbrojtësin e tij ligjor, avokatin Kujtim Cakrani, dhe i ka kërkuar t'i bëjë kërkesë prokurorit Alfred Shehu për t'u pyetur lidhur me ngjarjen që sot është në duart e SPAK. Më 21 janar të vitit 2011, Meta ka qenë zëvendës kryeministër në qeverinë e Sali Berishës. Pas protestës, Meta u largua nga detyra si zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm pas publikimit të videos me ish deputetin e ndjerë Dritan Prifti, ku bëhej fjalë për një korrupsion prej 700.000 eurosh. Javën e kaluar kreu i PD-s Sali Berisha, në atë kohë kryeministër, u thirr në SPAK në lidhje me këtë ngjarje, ndërsa më herët është paraqitur edhe Lulzim Basha, ish ministri i brendshëm i asaj kohe.